Herë Klevis. Herë Klevis. Klevis. Herë. Herë njerëz janë këta vëlla, nuk janë kuklla. Kush mendoni se e ka gabim? Klevisi apo ajo goca? Komentoni. Kush e ka gabim? Klevisi, goca. Kush e ka gabim? Herë Klevis. Herë Klevis. Me pyetje kështu të sinqerta Klevis, nuk po i shtyu, as kështu as ashtu. E shikon e Klevis? E shikon apo jo? Kështu që për mendimin tim Klevis duhet të ndryshosh pak mënyrën e të konceptimit të gjërave, mendimi shoqëror, e kupton? Edhe vlla, një gjë që se nuk e thash kotun, se më pyeti ajo, tha po ti gocën, tha që ke, tha ku e ke një orë, unë i thash që kam një orë, bën jetën punë si që bëj unë. E kupton? Tani vlla, ti bën TikTok non stop 24 orë, 70. Më fal, ku do t'i njohësh njerëzit ti? Kot për kuriozitet. Si do bjesh në komunikim ti me njerëzit? Kështu koto për mua bet, vlla. Sa do bjesh në rrjetet sociale në komunikim? Se ti në rrjetet sociale po rri, o vlla. Njerëzit të njohin dhe të shikojnë këtu në rrjetin social. Herë Klevis. Në kazino të këtë jetë. Ta futi Klevis. Klevis, këtë ta futi. Ishte kështu, futi e kështu, ke parasysh spontane, nuk ishte drejt për drejt, ishte kështu me Terezi. Tani, Kleviso, e kupton tani se si funksionon. Nuk po vetë në stadium të shikosh flamurtarin edhe se po vajte në stadium o Klevis, që ta kuptosh, që të shikosh flamurtarin çdo javë, ekziston mundësia, o dajo, ekziston mundësia Klevis, vete në stadium, flamurtar, në krah vjen një kokë zezë, edhe ajo, kur ja ben ti flamurtar, ajo ja ben në mbrapa, flamurtar, edhe e shikon ti, pap, e kupton, edhe një stadium, vlla, është tifoze. Dhe kur të vesh në shtëpi, vlla, do shikoj ajo ndeshjet e Champions League-s bashkë me tyre. E di ajo kush është Messi, Ronaldo, Toldo, Buffoni, Del Piero. E kupton, Xavi, Iniesta, Guardiola, Alandi, i njeh ajo. Se shikon futbollin një lloj me tyre. Dakor, po vajte vlla që të punosh në byrektore, do jetë në njëra aty që të rëholl. E kupton? Ose maksimumin do njëra që ka qef shumë byrekët. Dhe do vi aty te byrektoria për të bler byrek. Në rregullore. Tani ti që e ke i çuditshëm, se unë se marr vesh. Se kuptoj jo da. Ti thoj, unë bëj TikTok, po vajza që do marru, thua ti, nuk duhet ketë internet, nuk duhet ketë telefon, duhet ketë Nokia 3310, po ku të pa ty ajo me 3310? Ku të pa ty ajo me 3310, pa mirë? Ku të pa? Ku të pa? Me 3310. Po nuk është puna për shpellare, ideja është me një fjalë që ky thot, është e kjo pjesa
Klevis, hyri live ky ku është djali? Pse nuk vjen live ky shejtan? Por hajde futu çik live, hajde. Hajde bëjmë çik muhabet olla. Hajde bëjmë pak muhabet. Klevis, hajde futu pak live, bëjmë muhabet. Nuk i ngjit djalit, po çfarë nuk i ngjit djalit, o seriozisht e keni, nuk i ngjit djalit. Pastaj ore, se lat koqen e namit ju. Ore vlajde futemi bashkore. Ne të dy do bëjmë muhabet, le lëm ato vlla, nuk do bëjmë muhabet për ato. Hajde futemi bashkë vlla, unë edhe ti, të dy. Bashk, together, friend to friend. Opa. Po shikon bigun tani. Jo mire ke, në rregull ke të drejt. Po shikon bigun Klevisi. Ciao Rodica, come stai? Po shikon bigun. Jo ke të drejt. Po janë të zëna ato. Ajo ka të Mirin, ajo tjetra ka Mateon, ajo tjetra ka borrin për jashta, grazie. Ajo tjetra e ka të i vajti me motora. Ke atë Artanin aty, Bajamen, edhe Rogertin. I ke. Po, ta janë, se qatë shikosh. Janë të zenda, ti shikosh kot, i ka zend teatri, u se marrë vesh. Që ose ashtu për Bajamin, e ke dhe në zona, ashtu po, nga është Bajamja qona? Monën e ka likja, ore, Klevis, se mos shikonë monën, ore. Nuk janë ndarë vërtet ata. Në gjë mua. Nuk janë ndarë vërtet ata, i kanë këshu logje ka vaje. Na vlorë. Na la ka tundi. Ka edhe malin. Po, edhe malin, po. Edhe malin e ka. Po, pas ke zgjidhje. Malin, Rogertin, Artanin, edhe Bajamen. Po, pas ke 4 opcione. 4 opcione. Jetë s'na gjeti, t'i gjove re Klevis. Si mund të bëhem të ty i famshëm pa sharë? Tomi Mile Grabjen. O Tomi Mile, respekt e trujtë zoti, vla. Që të bëhesh i famshëm pa sharë, ose pa u sharë nuk do të. Ose do shash, ose do të shahin. Zgjidhja është e jotja. O njëra, o tjetra. Zgjidh e merë. Ka gjëlla. Respekte të rujtë zotin me gjithë familje, respekte për Grabjanin. S'na ka gjëve, e zot. I ka bajtur mendja për Bajamet të pjekur atët. Me dënime pore, vla, do të bësh me dënime pore, me dënime, është pjesë e TikTok-u, po ka zë të keqër. Gjë me bukur që mund të bësh, është me dënime, vlaj. Vjen këtu, hyn, qetër 0, se kore. Dhe që dje madhere, që ta kuptoni jo. Për shembull, qetër Klevisi 0, qa beri. Ndërko, ngjitur me Klevisin, pa balja tullac. E kuptoni jo apo jore? Klevisi ti thonë, qa beri, ky ore, qysh u qethe 0 ti. Një vijë zezë është aty të ekrani, tullac shoku më ekran. E kupton apo jo qa beri? është thjesht ajo ideja. Ajo ideja që shiko, bëri dënimin, u qedhë 0.
Tjetër këtu llas tër jetën. Qethet 0 për dita. Levisi duke bërë dënimin i nat, duke u qethur, këta në përkomente zjenin, ndërkohë që babalja kishte një orë ca, me atë makinën e rrojës, se nuk i lej që ti ben lesht, edhe heq me atë direkt, e këtuaj, grrrr, në atë 4 anët. Ndërkohë këta i thoshin Klevisit, qa do bësh ti, do gjetësh flokët. E kuptoni ju se si funksionon TikTok apo jo? Pse? Se bëhet ajo prezantimi i produktit. Do qethen flokët. Është prezantimi, në mënyra se si e prezanton. Prezantimi i produktit me qethje flokësh. Dhe njerëzit blen produktin. Kështu funksionon. Del dhe Portokallia, vishet me tanga kryetari i bashkisë aktuale Ersekës, me tanga femrash, vëre qipeta, dhe del aty me tanga i ka mbajtur lart bëthës. Humor. Ha ha ha. Humor. Ndërkohë sot këta bashki. Dakor? Gjykohet Klevisi për shembull se u fut në dush me gjithë rroba. Populli shqiptar, madje in Albania. Ca kohë ata besin me gjithë atë bënin ato 2 femrat, si rospije. Jore, ishte ai tjetri, Ishte ai tjetri. Mos u çudit kur shikojmë grande ato ky vetë kryeministër. Po tani iku balluku si dihet. Po profesor thotë ky e kap edhe motrën time. S'mundem vlla. Do valet çunave këtu. Çuna, kush e do motrën e këtij ngrini dorën? Ngrini dorën gjithë ju që doni motrën e këtij që kishte të lirë ky. Ngrini dorën. Shikore djali. Shiko, ke plot këtu. Po është mirë. Po erdhi e prezantoi në orën 10. E shikon e djali. Shikon si ngritën dorën ta direkt. Kështu që ik me të mira se nuk e pyesi shumë këta. Marçuna ka letra. Jo, në dëmë çuna nuk kthen përgjigje profesori. As për çunat, as për gocat. Nuk ka dëmë, dëmët janë të filtruara. Nuk mundemi, ju kërkojmë ndjesë, nuk mundemi. A e ka me dogan të paguar motrën. A këtë du të apësim, ja ke paguar doganën e, se nuk e marrin këta kështu. Nuk e marrin këta are. Gjithsesi çuna dhe goca, unë do iki do ta mbyll për një orë, edhe do hyp në një orë prapë. Ju rujt zotit gjithve, shihemi për një orë, se më ka rënë aty vetëm telefon, dhe duhet bëj aty telefonata. Tjetë gati për targave. Shihemi për pak, ndërkohë i shikoni Big Brotherin e ju, mos rrini kot, bëni një punë. Po dole nuk futesh ti. Jo, do futem, na qeta, do futem. Për një orë do futem prapë. Po t'ishtë ashtu, thoja natë në miru. Gjithsesi bëni një follow.